me këtë dyshe balkanase, cila betejën e tyre bart në qytetin, kryeqytetin austriak Vjenë. Hadžiaganović kundër Vučitornos. Cili do të jetë bilanci i këtij meçi në fund e kuptojmë. Por po bëhet fjalë për kategorinë e rëndëmish për mi 100 kg për shohin këta dy zotërinj. Raundi i parë, titulli i Austrisë në lojë. Goditjen e parë dhe të dytë të fortë e jep Vučitorna. Ka një përparësi në centimetra. Vučitorna është më i gjatë se Hadžiaganović. Jep dy goditje të mira Vučitorna Hadžiaganovićit, i cili tenton ta kundërsulmoj, por u bën gjë. Hadžiaganović jep një goditje tani, më jep një goditje, edhe një goditje tjetër në anën e djathtë të brinjeve, edhe një tjetër në anën e majtë të brinjeve të Vučitornës, edhe një tjetër e jep. Edhe Vučitorna godet fuqishëm dy herë direkt dhe një herë në kokë. Del mirë kombinimi. Edhe një uppercut i mirë, del Vučitornas atje. Mirë, ta imponoj lojën e tij, Vučitorna godet nga larg, afrohet e kap. Dhe kështu bën që këto goditje të shkojnë hoq, sikur kjo që pa më Hadžiaganović. Ndërkohë që pranoj dy goditje, një uppercut të rrezikshëm nga Vučitorna. E godet mirë Hadžiaganovićin, a do të mund t'i shndroj Vučitornas edhe për gjatë ky boksier? Të shohim. Edhe një goditje të mira e Vučitorna. E jep një uppercut të mirë Vučitorna. Një raundi dominuar kë nga Habib Vučitorna. Realisht këmbyn goditje të fuqishme, por goditjet e fuqishme i dha Vučitorna në këtë moment. Jashtëzakonisht mirë ka boksuar deri në këtë moment, pra 3 minutat e parë Vučitorna. Ju kujtojmë se ky meç është i parapartë zgjat 10 raunde, nga 3 minuta se cili raund, pra është titulli i Austrisë, të gjithë titujt kanë ndeshje nga 10 raunde e më shumë.
raundi i dytë. Habib Vučićarna po e kontrollon këtë mes deri në këto momente të paktën. Shumë mirë shfrytëzon distancën për të goditur, pastaj në momente që afrohet e kap kundërshtarin e tij, edhe një djathë mirë. Nuk e di sa do të mund të qëndroj goditjeve të tilla Haxhi Aganović, duke marrë parasysh se po flasim për kategorinë më të rëndë. Dhe me të vërtetë e kontrollon komplet këtë meq Vučićarna. Kjo goditje ja dërgon mbrojtësen e dhëmbëve, njerit prej i ka rënë mbrojtësja njerit prej bokserëve është Vučićarna në fakt. Nuk e pam se si ndodhi, ishte një goditje apo thjesht i rrëshqiti nga goja mbrojtësja dhëmbëve, por ajo që pam është se shkoi në publik dhe shumë shpejt u rikthye në gojën e Vučićarnës. Tani më është gati që të vazhdojë gjithçka. Një goditje atje nga Haxhi Aganović, të shohim nëse ka patur ndonjë impakt. Edhe një dy goditje i merr Haxhi Aganović, kjo është e fuqishme nga Vučićarna. Tenton një uppercut atje, dyeri doli në raundin e para uppercut e Vučićarnës, por të shohim se çfarë do ndodhë në këtë raund. Vučićarna po e kontrollon realisht distancën, ka i jep goditjet më të mira, ai pranoi një goditje të mirë në këtë raund, por nuk ishte ndonjëherë i rrezikuar realisht nga Haxhi Aganović. Këtë tenton një uppercut Vučićarna, e mban në distancë me dorën e tij të majt dhe e ndërshkon me dorën e tij të djathtë. 10 sekondat e fundit të këtij raundi. Një djathtë e mirë, një majt e mirë, është gati të bie Haxhi Aganović. A do ta shpëtoj Gongu? E ka shpëtuar Gongu në këtë raund. Haxhi Aganović ishte i gatshëm të rrëzohet, por nuk pat edhe pak kohë dhe kështu nuk përfundoi edhe mbrëmja saj përket natës së sonme për Haxhi Aganović. Me të vërtet ndroi disa të raume të fuqishme Haxhi Aganović. Kemi raundin e tretë, 2 raunde plot aksionesh në këto të parat, të shohim se çfarë do të ndodhë në vazhdim. Raundi i tretë. Edhe një të djathtë të mirë e lëshon Vučićarna.
Shumë mirë, po e mbanë Vucitërna, e godet dhe e kop, nuk e lën fare ta zhvilloj lojën e tij Aganović, ndërkohë që e ndërshkon nga distanca me këto goditje. Ky është një përkati mirë atje nga Vucitërna, tenton edhe një tjetër, por jo, nuk është gati të shkoj Haxhi Aganović, rre në klenç këto të dy boksierët. Edhe një përkati mirë atje nga Vucitërna. Edhe një përkati rrezikshëm nga Vucitërna. Po i mera përkatat fuqishëm atje Haxhi Aganović, por nuk forcohet. Një djathë e mirë nga Vucitërna, por çuditërisht nuk luhatet fare Haxhi Aganović. Tenton t'i lëshoj edhe Haxhi Aganović fuqitë e tij komplet mbi Vucitërnën, por realisht e ka shumë të vështirë sepse me duart e tij pa e mbulon shumë mirë. Kjo si duket e ka dërmuar Haxhi Aganovicin. A do të jetë ky raundi e përfundimit të epilogut saj përket titullit të Austrisë në kategorinë e rënd? Kjo mbetet të shihet, por gjërat nuk duken mirë për Haxhi Aganović. Edhe një përkati mirë atje nga Vucitërna, por çuditërisht Haxhi Aganović nuk ndalet. Raundi i katërt. Rri larg, qetë dhe rri larg. Këtë po e dëgjoj nga këndi i Vucitërnës, i cili dorën zamër deri në këto momente ka boksuar shumë mençëm. Pranon një përkat Vucitërna, por thot se gjithçka është okej atje në komunikim me këndin e tij. Tenton një përkat Haxhi dhe jep një goditje të fuqishme në stomak, por të shqyqojmë se çfarë do të bëj kur ta sulmoj Vucitërna. Çfarë përkati mish, tenton edhe një tjetër, është gati të shkojë në tokë Haxhi. Një luftë pa kompromis nga të dy boksierët. A do ta rrëzoj Haxhi? Mbetet të shihet Vucitërna po japin. Ta shikojmë një majt. Edhe një djathtë tjetër nga Vucitërna, Haxhi po mba deri më tani mjaft mirë.
Janë lodhur dy boksierë, duhet të pushojnë. Dëshirojnë të pushojnë në fakt është Haxhiagi që nuk po i ndohet Vuçi Tërnës, por tenton me dy goditje të befasishme Haxhiagi, por edhe Vuçi Tërna me një uppercut që realisht të themi sa i përket natës së sotme, shumë prej tyre i dolën. Pokti që po e kanë goditjet në Haxhiagishin është tjetër për dallim prej raundeve para proke. Ashtë i gatshëm të bie në tokë Haxhiagis. Betë të shihet, jemi krejt në raundin e 4. Goditje fuqishme nga Vuçi Tërna. E ka dërmuar miq. Edhe një goditje tjetër nga Vuçi Tërna. Edhe një goditje tjetër, por Haxhiagis nuk i ka ndërmend të dërzohet, si duket të paktën ende jo. Edhe një uppercut nga Vuçi Tërna, por është këtë fundi këtij raundi, përfundon raundi. Vuçi Tërna Haxhiagis, me të vërtet kishte një fight, një betejë shumë interesante ishte kjo në raundin e 4, dërsa të shohim se çfarë do të na ofroj raundi i 5. Deri në këto momente, me përshtypjet që kam, nuk besoj se kjo dyshje do ta përfundoj komplet 10 raunde sa është para parë të boksojnë. Ka mbetur edhe 6 raunde deri në fund sa i përket këtij meçi, por a do të përfundoj para kohë, mbetet të shihet. Water. Raundi i 5, Haxhiagis kundër Vuçi Tërnës. Tenton dy goditjet e para Haxhiagis. Ja kthen Vuçi Tërna në të njëjtën formë. E godet me kokë. Haxhiagis nuk e di nëse e pa në gjyqtarët. Një majtë e fuqishme nga Haxhiagis në drejtim të Vuçi Tërnës. Tenton edhe një uppercut Haxhiagis, por si duket këndelet Vuçi Tërna dhe e largon atë. Nuk e lejon të luftojë në clinch, realisht më shumë i përshtatet Haxhiagisit kjo formë e fajtit. Pranon atje me të vërtet interesant është duke shkuar kjo betejë, megjithëse ka një dominim të Vuçi Tërnës, do të ketë kujdes sepse është kategoria e tillë, pra kategoria e rëndë. Një goditje, një direkt i fortë nga Vuçi Tërna dhe një tjetër.
Me të vërtet kanë shpenzuar shumë energji, sepse kanë luftuar fort, por ky uppercut edhe njëherë e godet Haxhiagishin. Në disa raste ka goditur me uppercut Vuçi Tërna, me të vërtet enigmatike ka uppercutin, nuk dihet fare se kur po e lëshon. Kjo vrejt më së shumë të sonte, kur në disa raste të treguar shumë i rrezikshëm me uppercut për Haxhiagishin, të cilët në këtë moment ja tërheqi vrejtjen gjyqtari për diçka, por nuk mund ta di se çfarë i tha. Raundi i 6 ka përfunduar gjysma e këtij meqi. Nuk e besoj se edhe ky meç do të shkojë deri në fund. Raundi i 6. Nuk e ka ndërmend të tërhiqen prapa asnjëri nga boksierët, thjesht një goditje e mirë atje nga Vuçi Tërna. Qëndron në mes të ringut. Këto janë këshillat për Vuçi Tërna në këto momente, por ai po vazhdon të lëviz mbrapa dhe po rrotullohet rreth me Haxhiagish, i cili vazhdimisht vazhdon përpara. Pranon disa goditje në këtë raund. Me të vërtet kanë konsumuar krejt energjit kjo dyshe, tani më nuk ka më aksion sikur në raundet e para në mes të kësaj dyshe, por ajo çfarë mund të themi është se ishte një meç i fortë, shkëmbim goditjesh, një maj nga Haxhiagish dhe një djath nga Vuçi Tërna, i cili e godet edhe me një uppercut, e gjen mundësinë e tij, por e godet mirë atje Haxhiagishin me një do djath Vuçi Tërna, por 10 sekondat e fundit të këtij raundi me të vërtet edhe në këtë raund kishte dominim nga Vuçi Tërna. Përfundon edhe ky raund i këtij meçi.
Vetëm një round shumë të mirë. Ky shtati. Kemi edhe 4 raunde deri në përfundime, pastaj do ta kemi edhe supermeqin e mbrëmjes së sotme, atë në mes të Bernardin Jakaj dhe Mishic nga Kroacia. Një djathë e fuqishme nga edhe një apërkat i mirë atje. Teknikisht po punon bukur Vučićarna deri në këto momente. Luan mirë atje me kryesisht edhe në këtë meç kishte një dominim të Vučićarnës që nga fillimi, patëm këto një uppercut edhe një direkt tjetër nga Vučićarna. Ka mundësinë që të bëhet kampion i Austrisë në kategorinë e rënd, padyshim se ky titull i hap rrugë për breza të tjerë të rëndësishëm, më të rëndësishëm në fakt. Ishin shumë të lodhshme raundet e para dhe kjo vëret tani më në raundin e 7 kur të dy boksierët nuk është se kanë lëshuar shumë goditje nëse i krahasohen me raundet para prake, por këtu kishte një goditje të fortë të Vučićarnës dhe për pak qaste dëshiruan ta vazhdojnë edhe pak më shumë se sa ishte minutazha e ndarë për ta, por këto nuk e lejo. Kjo shumë normalisht që përmendoj me njëherë. Pra raundi 8. Raundi 8 atje. Vučićarna i cili ka vetëm një humbje në karrierën e tij dhe atë kam fushur një shqiptar, ai bën Pervizaj.
ishte më herët gjatë karierës, normalisht. Edhe një përkat atje, luan bukur me duar. Vučićarna, një goditje e mirë në pleksus. Ka kontrolluar mjaft mirë kundërshtarin e tij. Hadžiaganović, por një djathë e mirë atje në zënë kundërkohë. Vučićarna por realisht qëndron shumë Hadžiaganović. Një maj dhe një djathë e mirë nga Vučićarna. Sa bukur e bën këtë kombinim. Në këtë moment Vučićarna. Ky është pra meqi para fundit e mbrëmjes së sotme, do t'i ketë edhe 2 raunde deri në fund. Vučićarna kundër Sali Hadžiaganović. Ramiz Hadžiaganović kërkoi falje. Me kalimin e raundeve dhe me po vjen në shpreh lodhja, 30 sekonda i ka ky raund, po vjen në shpreh lodhja dhe kjo po e bën jashtëzakonisht të lexueshëm Ramiz Hadžiaganovićin, i cili duket se është më ngadalshëm se Vučićarna ose të paktën më i papërgatitur. Aja për çfarë mund ta komplimentojmë është fakti se merr goditje dhe nuk dalet me të vërtet një bokser jashtëzakonisht luftarak. Ramiz Hadžiaganović. Edhe 2 raunde deri në përfundim të kësaj betejë. Rikthehemi me raundin e 9. Edhe 2 raunde deri në fund. 6 minuta për titullin e Austrisë në kategorinë e rëndë. Një majtë e mirë atje, kombinim i mirë nga Vučićarna. Shkëmbejnë goditje të dy bokserët, por nuk duken të rrezikshëm, të paktën jo në këtë moment. Janë konsumuar mjaft, kanë shpenzuar energjit, kanë dhënë goditje të fuqishme. Kështu kishim një kombinim të fuqishëm nga edhe një uppercut të tenton
Vuçi Tërna një kroshet të maj dhe kjo kroshet djathë të kop tash. Dyshe goditjeve fuqishme nga Vuçi Tërna. Edhe një e fuqishme. Edhe një tjetër. Po e lejon mbrojt mirë me duart e tij të gjata Vuçi Tërna. Janë bën duart mirë Vuçi Tërna. Kombinim është e mirë, një majt e mirë, tenton një të djallë Vuçi Tërna, por edhe një djathë e mirë. Mjaft mirë bokson Vuçi Tërna, po shkon, dal ka dal drejt titullit të kampionit të Austrisë në kategorinë e rëndë. Nëse gjithçka shkon siç po shihet në këto momente, besoj se Vuçi Tërna do të shpallët kampioni i Austrisë në kategorinë e rëndë, por mbetet të shihet. Kemi edhe raundin e fundit. Me aplauze fillojmë edhe raundin e fundit për këtë meç në lojë titulli Austrisë. Një nokaut mund ta shpëtoj Haxhi Agishin nga humbja, për ndryshe Vuçi Tërna është boksieri që dominoi meçin deri në këto momente të paktën. Jep edhe një mori goditje është Vuçi Tërna Haxhi Agishit. Tenton ta fitoj me nokaut këtë meç. Par pak i shmongët. Një apërkotit të djathtë Haxhi Agish. Do ta dërgonte në ëndra, por nuk arriti ta godas Vuçi Tërna, sepse do të përfundonte komplet dilema e fituesit këtu. Një apërkat nga Haxhi Agish, tenton edhe në një aksion të dëshpëruar. E godet Vuçi Tërna. Nuk është në momentin më të mirë, Haxhi Agish është i lodhur mjaft, por nuk po arrit ta shfrytëzoj Vuçi Tërna. Me të vërtet, nuk është edhe aq e lehtë ta godasësh. Ka një stil të çuditshëm dhe ka një goditje të fuqishme, por gjatësia dhe më duket edhe shpejtësia mund të jenë përparësitë e Vuçi Tërnës, dhe besoj këto dy elemente ishin edhe mençuria e tij ato që e asigurua një përparësi në pikë të paktën deri në këtë moment. Një goditje të fuqishme ja dhuroi tani, edhe një të majtë të fuqishme, një direkt tenton atje. Edhe një apërkat i mirë atje nga Vuçi Tërna, i cili duket se po kontrollon mjaft mirë kundërshtarin e tij deri në këto momente.
Një aksion tjetër i Saljagis dhe goditje Vučićarnës, një apërkat të mire pranon atje Saljagis, por më do të them se respekt. Ka një aftësi të madhe rikuperimi këtë djalosh. Tenton me kroshetë djathtë, tenton me apërkat. Dhjetë sekundat e fundit në meqin i cili do ta determinoj edhe titullin e Austrisë në kategorinë e rënd. Çfarë goditje nga Vučićarna dhe një përfundim mitësor i kësaj lufte e cila me të vërtet i shfaqi të gjitha aftësitë e dy boksierëve për 10 raunde. Ishte një meq jashtëzakonisht atraktiv, duke marrë parasysh se një goditje do të mund të përfundonte në secilin moment komplet dilemën e fituesit. Haxhiganović apo Vučićarna, kjo mbetet dëshirë. Në kokën time nuk ka dilema, më i mirë është Vučićarna se Haxhiganović. Arriti ta kontrollonte tempon e boksierit me përardhje nga Bosnia dhe besoj se shumicën e pikëve të këtij meqi besoj se kjo është edhe boksieri humbës, nuk e di saktë se çfarë po flet në gjuhën gjermane, por Haxhiganović tregoi se është një luftëtar i madh, pranoi të gjitha ato goditje, nuk u poshtë, nuk pranoi të zhunjëzoi. Patëm një meq me shumë goditje dhe patëm shumë momente interesante gjatë këtij meqi. Pra Habib Vučićarna, djaloshin nga Raveci, i cili në karrierën e tij sot ka shënuar fitoren e radhës. Pra Vučićarna nga sot do t'i ketë 12 fitore të shënuara në karrierën e tij, ndërsa do të jetë humbja e tretë për Haxhiganović. Kjo është edhe momenti kur do të jepet edhe titulli i kampionit sa i përket kategorisë së rënd në Austri. Pra është kjo momenti kur do të shpallet edhe më i miri i Austrisë. Habib Vučićarna bëri të gjitha atë që duhet për 10 raunde për ta merituar titullin e më të mirë të Austrisë në kategorinë e rënd.